but listen for yourself. Presidenti Amerikan Donald Trump gjatë një konferencë për media të mbajtur gjatë ditës së djeshme, ka deklaruar se pritet të ketë ulje të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, pas sinjaleve për zbutje të tensioneve në lindjen e mesme. Deklarata u bë më 9 mars, kur Trump tha se konflikti me Iranin mund të përfundojë shpejt dhe se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë edhe lehtësimin e disa sanksioneve për naftën për të rritur furnizimin në treg. Pas këtyre deklaratave, u pas se çmimet e naftës në bursat ndërkombëtare shënuan rënje, duke reflektuar pritjet për stabilizim të tregut global të energjisë. Pas këtyre informatave, ekipi i televizionit Syri ka qëndruar në terren për të parë më nga afër nëse ka filluar të aplikohet rënja e çmimeve në pikat e derivateve të Gjakovës. Megjithatë, nga pamjet, shihet që çmimet në pikat e derivateve janë përafërsisht të njëjta me ditët e kaluara, pra ende nuk ka ulje të çmimit. Sipas këtyre të dhënave, 1 litër naftë varion nga 1,49 euro deri në 1,55 euro, ndërkaq për 1 litër benzinë, çmimi varion nga 1,28 euro deri në 1,31 euro.